Mbrëmja kishte rënë butësisht mbi qytetin, sikur të shtonte rëndësinë asaj dite. Diellhostja e kishin larguar si të ishin të vetëdijshëm se nuk kishte dielli çfarë do lloj. Në rrugët e qytetit, muret me gur i kishin absorbuar nxehtësinë e ditës dhe tani e lëshonin ngadalë, si të ishin të lodhur për të mbajtur një ndjenjë të madhe. Shaban Bega i brekte sallat e zbrasta të shtëpisë me ndjenjën e njohur të vetmisë. Në 60 vjet jetë, këto dhoma ishin bërë famtare si frymtimi i tij. Çdo qoshe e ka të mbushur me kujtime. Çdo dritane e ka të lidhur me një moment të caktuar. Sot ishte dita e tij, dita kur ai kishte përfunduar 60 vjet në këtë botë. 6 dekada të plota. 6 dekada të vonuara, të thella, të mbushura me frikë dhe të heshtur. Dita kishte kaluar mjaft njëjtë. Fqinjet kishin ardhur në mëngjes me pasta dhe bukë misire, me urata të këndshme që zinin ajrin si me shire të vogla. Shoqet e vjetra të punës, ata për të cilët ai nuk ishte asgjë më shumë se një person i kaluar, kishin telefonuar në mbrëmje. Edhe brati i tij, Ariani, i cili jetonte në Milano me familjen e tij të zakonshme, kishte dërguar një telegram. Jo një telegram, por mesazh në telefon. Peshkopi i njohur vetëm me emër kishte pritur për më tepër se 5 minuta duke formuluar mesazhe gëzimi dhe bekime. Por Shaban nuk ndihej mirë, ndihej bosh, sikur një kuti e zbrazët të cilës i mungonte diçka themelore. Sa i vjetër që ishte ai tani, sa i vetmuar, ai ende e mbante me vete atë ndjenjë të atij momenti të errët, të asaj gjekjeje të trishtimit që nuk pyet për të. Në orën 9 të mbrëmjes, kur Shaban po i bluante të menduarit në fotel me shqiponjën e zbehur të kulluar prej vitesh, era në derë ndoli. Jo, nuk ishte era, ishte kulla që rinte me njoftime. Shaban u ngrit me vështirësi. Këmbët e tij nuk më ishin ato të dikurshme, ato ishin këmbë të një njeriu të lodhur, të lidhur me kohën. Po vyn, thirrja ai drejt derës. Askush nuk përgjigjej. Shaban e hapi derën ngadalë, si të prisnin për të zbuluar një mister të madh. Para derës, në balkonin e vogël të hyrjes, qëndronte një pako. Në këtë përvojë për një mend nuk preste ai. Nuk preste paketa të panjahura. Në jetën e tij, pakat nuk vinin pa emra. Pakat kishin numra pas tyre, etiketa të qarta, adresa të shkruara me dorë ose me makineri. Kjo pako nuk ishte asgjë. Ishte mbështjellur me letër të zezë të lehtë dhe nuk kishte as kartë mesazhi, as ndonjë shënim. Shabani mori pakon me të dy duart. Ishte e lehtë, disi më e lehtë se sa preste. Zemra e tij filloi të rahin më shpejt. Pse kështu? Pse në ditëlindjen e tij të 60-ën, në këtë ditë kur ai kishte menduar se të gjithë e dinin kush ishte, të gjithë e dinin historinë e tij, pse tani erdhi një diçka të panjohur? Ai e hapi pakon në dhomën e ndenjës, në tavolinën ku ndonjëherë ulej për të pirë kafen e mëngjesit të vetmuar. Letra e zezë ra ngadalë si gjethe vjetore, dhe atje, në brendësi, ishin fotografit. Jo, vetëm fotografia. Një fotografi e vetme, e madhe me ngjyra pak të zbehura, sikur e dhembja e kalimeve të shumta, sikur e plakurit, dhe në atë fotografi ishte ajo. Ajo i njëjtë, me drita në sy, me buzë që qeshte, me flokë të zeza që fryrën nga era e mbrëmjes. Isadora. Filli i kujtimit nuk erdhi me njëherë. Erdhi me ngadalë, si ngjyrë që langu në ujë, fillimisht e qartë në skajin e kujtimit, pastaj më e nxehtë, më e thellë, më e dhëmshme. Isadora. Vajza e tij. Vajza e vetme. Vajza e tij e humbur. Shaban u rrëzua në fotel. Fotografia më dorëzën e shkundur. Ai përshëndeti me duart të tretë, edhe pse duart nuk ishin më ato të dikurshme, ishin duart të një pacienti, duart e një plaku, të paaftë të mbante me qetësi as fotografit. Përshkresa e hollë i dal nga ajo fotografi, përfundoi në dyshemem, dhe kur Shabani pikuroi për ta marrë përsëri, ato nuk ardhen. Lodhja, ose mbase diçka më e madhe, e mbru me gjithë forcën. Isadora ishte lindur në një tetor të ngjashëm me këtë, por 60 vite më parë. Ishte lindur në spitalin e vjetër të qytetit, në atë ndërtesë gri, ku mjekët ende mbajnë magji me mënyra të vjetra. Shaban nuk ishte në dhomë, babait nuk i lejohej të ishte në atë kohë, por shërbëtesja i thanë se ishte vajzë.
një vajzë e përkryer, me sy blu si deti, me shtratë të trashë të flokave dhe me zë të fortë që bërtiste kundër botës. Ai e mbante mend atë përvojë të parë kur e kishte mbledhur në krah. Irina, gruaja e tij në atë kohë, gruaja e tij përpara se të gjithë problemet të ndodhshin, ishte lodhur dhe buzëgashe. Ajo po shikonte frikën në sytë e Shabanit, sytë e tij të gjerë dhe të mahnitshëm, sytë atij njeriu të ri që nuk dinte si të mbajë një bebe në krah. Me kujdes, tha Irina. Këto janë gjithçka, këto janë këputar dhe son. Ai kishte menduar atë frazë për vite. Këto janë këputar dhe son. Izadora rritej si nxehtësia e pranverës. Në moshën 5 vjeç, ajo dinte të këndonte këngë popullore që i mësonin në shkollën e vogël. Në moshën 7 vjeç, kishte fituar medaljen e artit në konkurs të kombinimit nën-kush kristale. Në moshën 9 vjeç, ajo ishte përqafuar në programin e muzikës klasike të liçaçe profesionale dhe kishte hyrë botën e ansamblit të rinj si bërtues. Kur ajo kishte mbushur 13 vjet, Irina ishte ikur. Nuk thoja më asgjë, thjesht erdhi në mbrëmje dhe i tha: "Nuk mund të më duroj më, duhet të ikem." Shaban nuk e pyeti pse. Nuk e pyeti se kush. Nuk e pyeti as se ku. Ai vetëm hodhi kokën, si të pranonte një bindje të rëndë, si të pranonte hirin përfundimisht. Izadora ishte 30 vjeç në atë kohë. Ajo ishte vajza e një njeriu që nuk e dinte si të jetonte. Ajo ishte përqafuar me faktin se ajo ishte e re, e bukur, e talentuar. Ajo ishte gjithçka për të cilën prindrit dritoheshin. Dhe tani nuk pati më asgjë. Nuk kishte më nën, kishte vetëm një atë. Këtë atë. Ato ishin vite të frikshme, vite të grindje, vite të ndarjes. Irina u përqafua me ndonjë tjetër, ndonjë burr me zyra të bukura në qendër të qytetit. Shaban mbeti në shtëpi, duke u rrotulluar si një gjë pa orientim. Dhe Izadora, midis këtyre dy botëve të thyera, u përpoq të jetë e re. Mirë, ajo këndonte në këshilla, këndonte në festivale, këndonte në kapela të mëdha të qytetit. Ai e mbante mend atë koncert. Koncerti i madh në teatrin e Bashkimit. Ishte e veshur në fustan të zi me xhup të argjend, dhe kur ajo doli në skenë në dritën e nxehtë të projektorit, Shaban u mahnitu. Ajo duket si mizani i zgjedhur i këngës dhe të qiut. Ajo duket si ëndra e plot. Ai qëndroi në rreshtin e tretë, mbrapa disa turistash të qytetit. Irina ishte qëndruar në qoshin e kundërt, me burrin e ri të saj, me djalin që kurrë nuk e thirrri atë. Dhe midis tyre në skenë qëndronte vajza e tyre, Izadora, e tyre, e ndar, e përgjysmëzuar. Kur Izadora përfundoi këngën, një këngë të hidhur, të plakur, të bukur, të plagosur, salla ngriti syt dhe filloi të bërtiste. Shaban u ngrit, i njësoj u ngrit edhe Irina me burrin e saj. Dhe midis tirthjeve dhe duartrokitjeve, Izadora u gjet pamja e atij. Sytë e tij takuan sytë e tij të mbushura me lot. Ajo përdredhi një buzëqeshje të vogël, buzëqeshje që qën ka thesari i fshehur i atij momenti, dhe pastaj përkulet për të marrë floretat. Ai nuk ishte i sigurt nëse ajo përkujtonte atë në atë moment, ose nëse ai përkujtonte vetëm se ajo ishte këngëtarja e bukur. Në çdo rast, botët u ndryshuan pas asaj mbrëmje. Shaban nuk dinte se kur filloi të shëndetohej. Nuk ishte me ndryshim të madh, si përgjimi një drorre të ndezur. Ishte më shumë si nëse drita fillon të hyjë ngadalë në dhomë të murmur, duke lejuar syve të zakonoheshin përgjithënie me errësirën. Izadora kishte 22 vjeç kur hyri në fakultet të muzikës në kryeqytet. Shaban kishte marrë punë më të mirë në kompani të ndërtimit, punë që u lembiste në krahët e tij të moshës, por që e përmbushte me të ardhurat nevojshme. Irina nga ana e saj kishte rikonsideruar hapat e saj. Ajo u kthye pas 2 vitesh dhe përsëri u ul në tavorinën e darkës me Shaban, duke i pyetur për ditën, megjithëse nuk preka më lëndën e përdhimbjeve. Izadora merri çdo fundjavë në qytetin e madh, në dhomën e vogël që ndau me 3 vajza të tjera. Ajo studionte muzikën klasike dhe balet. Dhe ndonjëherë Shaban dëgjoni përmes telefonit debatet të saj me këngëtar të rinj të universitetit. Zëri i saj ishte më i matur atëherë, më i moshuar. Shaban mendonja se rritet vërtet. Në vitin e 3 të studimit të saj,
Isadora u bë këngëtare solo. Në vitin e 4, ajo fitoi konkurs ndërkombëtar në Rumani. Në vitin e 5, ajo kishte ndarë shkollimin ndërvarësi profesionale, ajo ankadua bashkë me ansambël nacional për një turne 7 mujore në Francë. Isadora ul në sofa të shtëpisë të prindërve një të hënë korrikut para se të ikte. Atë, tha ajo, duke përdorur fjalën që nuk e kishte përdorur në vite. Dua të them diçka përpara se të ikem. Shaban qëndroi i mbyllur. Ai pritej për kritik, ai pritej për hiqje dorë. Por Isadora më vonë tha: "Unë jam mirë, më bukur se sa jam pasur ndonjëherë. Dhe e di këtë për shkak të teje. Për shkak se ti nuk dorëhoqe paskur nëna iku. Ti je këtu, tu." Shaban nuk ardhi me përgjigje, vetëm uli kokën, si të pranonte një bindje të rëndë, si të pranonte hirin përfundimisht. Isadora ula përpara tij dhe prekte faqet e tij në dorë të motra të saj. "Këto duart", tha ajo, "këto duart të plasaritur, këto duart të lodhura, këto duart më ngritën mua. Unë nuk do ta harroj asnjëherë." Kjo ishte dita e fundit kur Shabani dukej se dinte vërtet se kush ishte Isadora. Dita e fundit kur ajo ishte reale në jetën e tij. Dita e fundit e sigurisë. Sepse 2 javë më vonë, kur Isadora ishte në Francë, ndodhi diçka. Telefonata erdhi në mesnatën e 1 marsi. Irina ma u ngjall më mirë se Shaban, sepse qëndronte më e gitur. Ajo tha po me hezitim në diku të deshmet naktës, dhe Shaban, duke e ndjerë ndryshimin e zërit të saj, u ngjall. Ai ul në sallën e ndenjës kur Irina i tha: "Ka pasur një aksident, Isadora." Ajo ishte në autobus me grupin e ansamblit. Autobusi u përmbys në një rrugë sipërmale. Fjalët të tjera nuk hynin më. Shaban qëndroi bllokuar, i ngrirë në pozicionin e uljes. Automati nuk mund ta ndëgjonte përtej zërit të Irinës, përtej zërit mosolës. "A është e gjallë?" pyeti ai. Irina qanoi. Ajo qanoi në telefon për ndoshta 6 sekonda, ndoshta më shumë. "Ata nuk janë të sigurta", tha ajo. "Ata thanë se do të na kontaktojnë. Ata nuk janë të sigurta për asgjë." Shaban u ngrit dhe filloi të ecte. Ecte përpara e prapa, si të ecte të zbrasej veten nëpërmjet këmbëve. Irina hyri në dhomë, ata nuk ishin bashkë atëherë, por në këtë çast ata ishin bashkë përsëri, të lidhur me ngjyrën e frikës, të lidhur me ndjenjen e prindërve në rrezik. Dita e hënë erdhi, pastaj dita e martë. Shaban nuk punoi, Irina nuk bëri ëndër. Ata vetë se ulen me telefonin midis tyre, duke pritur për thirrjet. Disa telefonata erdhin, të vëllait të Shabanit, të shoqeve. Nuk ishin ato që priteshin. Më në mbrëmje të ditës së tretë, kërkesa erdhi nga spitali i madh në qytetin më të afërt me vendin e aksidentit. Një zë i shëndosh, zë i mjekut, i tha se Isadora ishte në spital. Zëri nuk tha nëse ajo ishte e gjallë apo e vdekur, vetëm tha të vinin. Shaban drejtoi. Jo, nuk e dinte si ta drejtonte makinën. Diçka në ngjërim e çoi atje, diçka në zërin e shtrirjes. Kur arriti, ndërtesa e spitalit po përqirej në diell të portokalltit të mbrëmjes dhe ai dukej si një monument i vdekjes. Ai kërkoi Isadorën në recepcion. Shërbëtesja, një zonjush me sy të qortuar, e drejtoi drejt traktit tret, deri te pjesa me dhoma të njera. Isadora ishte në dhomë të veçantë. Ajo nuk ishte e gjallë atëherë në kuptimin praktik të fjalës. Ose më sakt, ajo ishte teknikisht e gjallë. Zemra rahej, mushkëria frynin, por ajo ishte e vdekur në të gjitha mënyrat më të rëndësishme. Aksidenti kishte bërë dëm masiv. Këmbët, të dyja të thyera në vende të shumta. Kokën, fragmente të kockës i bin ngarkesën tumorin. Rajat, dëmtim të shkallës së tretë në abdomen. Mjekët nuk thanë se ajo do të vdiste, thanë se ajo do të jetonte, thanë se do të kishte nevojë për vite rehabilitim, thanë se do të ishte e ndryshme, shumë e ndryshme. Shaban nuk u qëndrua, ai u shtri përfund asaj në shtrat, në atë shtrat të plastikës së spitalit, dhe mblodhi dorën e saj në duart e tij. Ajo nuk e ndjente, ajo ishte nën efektin anestezike të fortë. Në këtë moment, ajo nuk ishte askush. Ishte vetëm një trup, një makinë biofare që ende punonte, por shtëpia ishte bosh. "Unë jam këtu", tha Shaban, edhe pse ajo nuk mund ta dëgjonte. "Unë jam këtu, voglushe, unë jam këtu për ty." Isadora zgjuaj pas 3 ditësh. Syt ju hapën ngadalë, si përvojë shumë e rëndë për fazurin. Dhe kur ajo kuptoi ku ishte, kur ajo kuptoi se çfarë kishte ndodhur, ajo filloi të bërtiste. Nuk ishin britma të zakonshme, ishin britma të njeriut të mprerur në varje, britma të vetëdijshëm të vdekjes edhe dhembjes.
Shabani u përpiqet ta qetësonte, por Izadora nuk donte qetësi. Ajo donte të vdiste. Ajo donte të dilte nga trupi i saj. Mjekët e dhanë të narkozave më të forte. Ata i thanë Shabanit se perioda e parë do të ishte më e vështira. Ata nuk ishin të vetëdijshëm, kjo ishte përvoja mjedise të mjekimeve, jo realiteti. Perioda e parë ishte e çmendur. Muajt këluan. Shaban nuk mbuluante në punë. Ai vendosi të jap dorëheqje. Irina hyej në pension. Të dy ulen në spital çdo ditë, duke parë vajzën e tyre duke luftuar për çdo frymëmarrje, çdo lëvizje. Izadora nuk qeshi më. Ajo nuk këndoi më. Ajo ishte vetëm syzat e hapur të mbushura me plagë të pashërueshme. Deri pas 3 muajsh Izadora filloi të shikonte rreth. Ngjyra filloi të kthehet në sytë e saj. Ajo kërkoi babain e saj dhe kur Shaban hyri në dhomë, ajo më kërkoi atë. Ajo tha vetëm një fjalë. Pse? Shaban nuk kishte përgjigje. Si mund të përgjigje kundër destinit? Si mund të përgjigje ndaj ndjenjës makabere të botës? Vitet kaluan. Shaban e shoqëroi Izadorën nëpër çdo terapi, çdo operacion, çdo procedurë. Ai bloku doreza terapie, bloku arket kundër dhimbjeve, bloku armën e ndihmës. Në fund, pas 4 vjetësh, Izadora ngudi seri në shtrat të spitalit. Ajo mund të ecte. Ajo nuk mund të këndonte më. Teli në ervitje në zën ishte dëmtuar përgjithmonë. Ajo nuk mund të dansonte më. Këmbët e saj ishin të thyera dhe edhe nëse ato rimontuan, trupi i saj nuk më nxinte dancimin. Kur Izadora u lirua nga spitali, ajo ishte një person ndryshe. Ajo ishte ende vajza e tij, por ajo ishte rrokje ndar, guri këmbyeshëm. Ajo ishte skeleti i asaj që kishte qenë. Irina u përqafua me kush jam përpiqej. Ajo i tha Izadorës se nuk donte ta shoqëronte atë përmes këtij procesi, se nuk donte të përmase plagosur. Ajo i tha Shabanit se donte ta nisi jetën në të ardhmen dhe se nuk donte të jetë e lidhur me të kaluarën. Ajo u vërsur me burrin e ri në Zvicër, në ndonjë vend përjashta. Nuk mbeti në kujtim të saktë i asaj, vetë miku. Shaban dhe Izadora mbetën, përpara çdo dime, kundër plagës dhe njëkohësisht për gjithnjë kundra njëri tjetrit. Pas aksidentit, Shaban bëri më të dobtën e tij. Më të dobtën e tij si e të, si njeriu. Ai u përpiqet të jetë për jetë. Ai u përpiqet të imagjinonte se ajo nuk kishte në shkatërim trupit të saj. Ai shpërblente se ajo kishte mbetë në skenën e teatrit duke kënduar këngën të hollë të vdekjes. Ata nuk folën shumë. Pas çdo periudhe dhimbjesh, pas çdo operacioni, ishte heshtërimi midis tyre, heshtërimi i rënd, i mbushur me fjalë të pathëna. Shaban zakonohet ta shikonte Izadorën ndonjëherë të qante në heshtje. Ajo nuk donte të qante përpara tij. Ajo donte që ai të mos e shikonte trishtimin e saj. Vite më vonë, kur Izadora ishte me 32 vjeç, ajo tha diçka. Atë, unë dua të ikem. Shaban e ndjente këtë vit më parë. I preu zërin e saj në mes të frazës të ikem dhe i çon zërin rindjegjues. Ai nuk donte ta dëgjonte këtë. Ku? Pyeti ai, si të mos donte përgjigjen. Një kohë, tha ajo. Një kohë larg. Ndoshta në ndonjë vend tjetër. Dua të jap diçka ndryshe. Dua të ndryshoj në vend të këtij trupi të brengosur. Shaban nuk e kundërshtoi. Ai nuk ishte këtë fjalë për të kundërshtuar. Ajo ishte e rritur. Ajo ishte e lirë. Ajo nuk i takonin më atij. Nëse kur i takonin. Izadora thirri vëllain e Shabanit, Arianin, i cili jetonte në Milano. Ata folën për orë. Dhe pas disa ditësh, Izadora hyri në një autobus në mbrëmje të korrikut dhe nuk ktheu më. Ajo tha se do të telefononte. Ajo tha se do të shkruante. Por çdo jesh filloi të heshtin. Çdo muaj filloi të vdesja drita e saj në memorinë e Shabanit. Pas viteve të shumta, 10, 15, 20 vjet, Shaban përvoi se Izadora ishte pothuajse imagjinare. Nuk ishte e vërtet. Ajo ishte ëndra e bukur që ai kishte zgjuar nga ajo. Këto 20 vjet nuk ishin qenë të lehta për Shaban. Ai kishte ecur përpara, ose ndoshta më sakt, ai ishte ecur prapa, përgjithmonë më thellë në keq. Ka pasur ditë kur ai nuk e ndjente veten, ditë kur nuk dinte pse ishte zgjuar, ditë kur donte të mbyllej në shtëpi dhe të mos dilte më. Irina ishte vdekur,
për të vërtet këtë herë, në vitin e dytë pasi Isadora ishte ikur. Shërbëtesja e tij në Milano të thoshte se ajo ishte me një sëmendje të kërkuar, nuk bëri dallim për Shaban, ai e ndjeu atë si një përfundim të heshtur, si kalimi të ngjallës në të vdekurit. Ariani hyri në jetën e Shabanit sërish. Ky brati përvojë ta sodite, ta kontrollonte sa i po hante, sa i po dukej. Por pas 6 vitesh, Ariani nuk përjetoi më pazarliq. Ai e linte Shabanën në vetmuar, të gjithë e linin. Shaban bëri punë në shtëpi, punë të vogla, të pavarësuese. Ai pastaj shtëpinë, ai ngrethe kënd. Nuk ka pasur ditë që ai nuk ka menduar për vajzën e tij. Isadore e vonuar, e plagosur, e ndar. Nuk ka pasur ditë që ai nuk ka menduar se ajo mund të ishte bërë më mirë, më e rreth, më e plot. Nuk ka pasur ditë që ai nuk ka menduar se ndoshta ajo ishte vdekur në atë autobus, dhe ajo që erdhi pas ishte vetëm fantazëm me atij njeriu. Muaj e pas muaj, ai nuk pyeti asnjëherë se si ajo përjetonte jetën. Ai nuk pyeti nëse ajo ishte e lumtur, nuk pyeti nëse ajo i bëri atë të zgjohej në mëngjes. Ai kujtonte vetëm zërin e saj kur këndonte. Ai kujtonte vetëm sytë e saj në skenën të teatrit. Ai kujtonte vetëm atë buzëqeshje të vogël pasi përfundoi kënga në atë mbrëmje të largët. Kjo ishte jeta e tij tani. Kjo ishte destinimi i vjetër. Ky ishte mënyra e lëkundjes. Çdo ditë ishte shkama e varur në tokë të tij. Dhe tani, në ditëlindjen e 60, Shaban mbante fotografi. Fotografi e Isadores kur ishte e re, kur ishte e bukur, kur ishte e gjallë. Fotografi e qeshja e saj ishte ende e mbyllur, ende e thellë. Ajo ishte thellë në hapësirën mes botës së ndodhur dhe botës të kaluar. Shaban u uli më përpara në fotografi, dhe për orë të tëra, ai nuk bëri asgjë përveç se ta shikonte atë. Rrezet e dritës së kaluesit ndryshonin ngjyrën e dhomës, dhe fotografia ndryshoi bashkë me to. Në dritën dhet, Isadore duket më e rinj, në dritë të ftohtë, duket më e plagosur, si nëse plaka ishte pranishme edhe në këtë imazh të rinisë. Në mesnatën, Shaban e mori fotografinë dhe filloi ta pyes veten pyetje që nuk ishte guxuar ta pyeste më parë. Kush e kishte dërguar atë pako? Kush e minte ende? Nuk ishte Ariani, vllai i tij nuk ishte njeri i tillë, jo njeri i mistereve. Nuk ishte Irina, ajo ishte vdekur shumë kohë më parë. Nuk ishte ndonjë shoqe e Isadores, Shaban nuk e dinte as numrin e tyre. Por fotografia ishte reale. Ai mund ta preke atë. Ai mund të ndjente letrën e vjetër në duart e tij, ndjenje ndryshe nga bota virtuale për kujtimeve. Ajo ishte provë. Ajo ishte dëshmim. Shaban preu zarfin që e mbante pakon. Nuk ishte shënuar asgjë, por në brendësinë më të thellë, në fund të zarfit, ishte një numër telefoni, i shkruar me dorë në letër të vogël, me laps, sikur diçka e nxituar. Ai lexoi numrin përpara se ta dikte. Numri ishte i huaj. Numri fillonte me një kod që nuk e kishte ndonjëherë dëgjuar. Ndoshta Zvicër, ndoshta Francë, ndoshta më larg. Shaban e zbrazti vetveten. Ai e pastroi fytyrën me peshqir të larguar. Ai doli në terren dhe thipoi në ajrin e natës. Qyteti po flinte. Edhe yjet po flinin, si të mos donte të shikonte atë moment. Kur u kthye në shtëpi, ishte pas mesnatës, diçka pas mesnatës. Në atë orë kur bota nuk ekziston më. Ai u unu tavolinë, me telefonin në dorë, me numrin e shkruar përpara tij. Ai i numëroi duart e tij. Ato ishin trembi. Trembi nuk e plagoi asnjë ditë aq shumë sa që e plagoi në atë moment. Ai e zëvendësoi numrin. Telefoni u përgjigj pas 3 zile. Për 3 zile Shabani mendoi veten se nuk do të pranonte askush, se i do të marrë përgjigje të makinës, se i do të dëgjonte zërin e ndonjë burri ose gruaje të huaj, që të thonin se numri nuk ishte i disponueshëm. Por pas 3 zileve, u dëgjua një zë, zë një gruaje më të moshuar, zë i ngatëruar, zë i njerit që ishte zgjuar në këtë orë të çnormale. Përse telefonon në këtë orë? Tha ajo në gjuhën shqipe. Akcenti i saj ishte i ndryshueshëm, i përzier me diçka tjetër, me kohë të shumta jashtë shtëtisë. Shabani nuk mund të fliste. Fjalë të mos të shfaqen në sytë të tij.
Drita e telefonit ishte i pamjaftueshëm për të përqafuar atë që po ndodhte. "Kush je?" pyeti zëri përsëri, më me urgjencë këtë herë. "Përse nuk flet?" "Unë," filloi Shaban. "Unë jam Shaban." Heshtim, heshtim i gjatë. Një heshtim që zgjati ndoshta 10 sekonda, ndoshta 1 minutë, ndoshta një kohë pa dimension. "Bab?" Dhe me këtë fjalë, 20 vjet u shpërthyen në asgjë. 20 vjet të vetmies nuk qënë më vetmi. 20 vjet të heshtjes nuk qënë më heshtje. 20 vjet të vdekjes nuk qënë më vdekje. Izadora e rritur, Izadora në Milano, ose Zvicër, ose në fund të botës. Izadora me zë më të matur, me gjuhën më të përbërë. Izadora që nuk e kishte ajo ishte këtu, në telefon, në natë, në ditëlindjen e tij. "Unë jam këtu," tha Izadora. "Bab, unë jam këtu. Te telefoni, të ndëgjon?" Shabani u rrëzua në këmbë. Ai u rrëzua në dysheme. Ai filloi të qante. Jo, ai filloi të therret i njerit të vdekur i cili pa pritur ndodhet jetese. "Përse?" pyeti ai. "Përse tani? Përse këtu? Përse nuk ke ardhur përpara?" Izadora qanoi edhe ajo. Qanje me zë, qanje të thellë, sikur të ishin të dy në të njëjtën dhomë, të dy në të njëjtin varr, të dy në të njëjtën natë të përjetshme. "Sepse nuk pash guximin," tha ajo. "Sepse nuk disha si ta shikoje," gjesa, zëri i përpirtur. "Sepse nuk disha nëse ti donte të më shikoje." "E dua," tha Shaban me zë të ndarë, me zë të njeri që po vdes. "Unë të dua. Unë të doja gjithë kohën, çdo ditë, çdo sekond." Atje, më telefon, në një distancë të panjohur, Izadora u ngjesh në telefon dhe filloi të qante me intensitet të ri. Qanje që dukej si e holesueshme, si e pafund. "Unë po përkufizoj libra tani," tha ajo si të ndryshonte temën për të mos u rrëzuar plotësisht në abisalen e trishtimit. "Unë jam mësues muzike. Unë nuk këndoj më, nuk mund të këndoj, por unë i mësoj të tjerë. Unë u jap atyre atë që nuk e përmbushat për veten time." Shaban e dëgjoi këtë. Në këtë frazë, ai pa Izadorën, jo si ajo ishte, por si ajo bëhet, në mënyrën në të cilën ajo kishte shtrirë ndjenjat e saj të ndryshuara në ëndrrën e të tjerëve, në mënyrën në të cilën ajo ishte gjallë, edhe nëse nuk mund të këndonte. "Unë të kam imagjinuar," tha Izadora, "përpiqet të jetoj. Unë jam përpiqet në 32 vjeç të më përmbushet në atë çka ti ke kaluar në 60. Unë jam përpiqet të jetë një grua, jo vetëm ëndra e plagosur. Dhe ti ishe mjaft i fortë për të më lënë të ikem. Ti nuk më thire më, ti nuk më kërkove. Për këtë, unë të jam mirënjohëse për gjithnjë." Shabane nuk mund ta mbledhte ndjenjën. Ajo ishte shumë e thellë, shumë e madhe, shumë e çmuar. "Pse pako?" pyeti ai. "Pse fotografia?" "Sepse sot je 60, tha Izadora. "Sepse sot je plak. Sepse unë rendova se duhet të dija se unë nuk e harrova këtë ditë, se nuk e harrova ashtu, se ndonë se unë ike, unë nuk që nga më i përjashtuar ati, se ti je stafi fillimit të ardhesime edhe nëse nuk dije këtë." "Unë quhen që ta njoh," tha Shaban, "unë dua të njoh këtë, të njoh atë që je bërë, të dëgjoj përvojën tënde. Unë kam aq shumë kohë për të hequr. Të thuem të paktën." Izadora e ndërpreu. "Bab," tha ajo, "nuk mund të kthehemi në atë. Nuk mund ta e përmbushtet atë. Por mund të fillonim, nëse ti dosh, mund të fillonim këtu. Tani, në këtë natë. Unë jam këtu dhe unë dua të dëgjoj për ty." Ata qëndruan në telefon derisa të rrinte dielli dhe përfundon atje në ato orë të këtëllirueshme, me senat, ato nuk ishin më bab dhe vajzë e humbur. Ato ishin dy njerëz të ngutur në të njëjtën dhimbje, në të njëjtën lodhje, në të njëjtën shpresë të vogël se diçka mund të riparohej. Izadora foli për këto 20 vjet. Ajo foli për Milanon, për shtëpinë e vogël për fes një ndërtese të vjetër, për rrugët e çuditshme, për zërin e Italisë të ngjirur në përgrindat e fqinjve. Ajo foli për shkollën ku mësonte, për bëhet e nxënësve të talentuar të cilit nuk dinte se si ta bënin më pak të dhemb gjithçka, sikur muzika mund të bëje këtë. Ajo foli për vëllan, për Arianin që e vizitonte ndonjëherë, që donte të ndihmonte,
që nuk dinte se si. Ajo foli për njerit, për bashkëshorten e lindur në Zvicër, për 2 fëmijët e saj të cilëve nuk ju kishte thënë nëpër vite se babai i tyre ishte i vdekur, jo fizikisht, por në çdo mënyrë të rëndësishme. Ajo foli për njësia, për vetmuar e për gjakosur, për momentet kur ajo pensonte se ai e kishte harruar. Ajo foli për punën, për forcën që ngriti nga zhgënjimja, për gjurmënimet e paksimit që ajo i kaloi në muzikë. Shaban dëgjoi. Dëgjoi si njëri i cili po ngrihej prej të vdekurish. Dëgjoi si babi i cili kishte marrur fjalën e paruaj të vajzës së tij pas 20 vjetësh. Dëgjoi me ndjenjën e spastrimit. Jo e plot, nuk mund të ketë pastrim të plot, por e dukshme, e sinqert, e ndriçuese. Unë të keni falur, tha Isadora në fund. Bab, unë të kemi ndleshëm falur për vite, sepse unë nuk disha si të viva as me ndjenjën se ti më prisja, se ti më priste të kthehesh. Unë nuk të pres më, tha Shaban i qetë. Kur u ike, unë lam të vjetël sa çdo shpresë. Unë di shkuptat të hidhmja përfundimisht. Dhe ndoshta kjo ishte mënyra për të rënë qëndrim, për të më nën mua të vlejas mbi jetën tonë të përbashkët, për të më shpëtuar mua nga kafqja e pritjas. Unë nuk kisha të duar këtë, tha Isadora. Unë doja që të jete më pak mënyrë, dukshme më direkte. Doja që të dinte se unë jetoja, se unë po filloja, se unë nuk isha më i plaguar në shtëpinë e tij me mure të zezë të kujtimeve. Dielli filloi të ndizej. Drita e zvont depërtunte përmes dritareve. Shaban ishte ende në tavolinë, telefoni në vesh, si nëse ai kishte zëvendësuar zërin e vajzës me ajrin e tij të fryrë. Dua të të njoh, tha Shaban. Dua të të njoh këtë personin në telefon, këtë nën, këtë mësues, këtë jetën që u bë pa mua. Unë jam e këtu, tha Isadora, dhe unë do t'jem. Jo përkasme, nuk mund ta përmbush e kaluarën, por përpara kemi mundësi. Ata vendosën datë. 5 ditë më vonë Isadora do të vinte në qytet, në shtëpinë e Shabanit, në dhomën e ndenjës ku vazot ishin mbushur me pluhur. Në sallën ku të dy e gënjenin sa shumë ata nuk e dinin se si të jetonin pa njëri tjetrin. Këto 5 ditë qënë si vite. Shaban nuk uli pa qëllim. Ai filloi të pastronte shtëpinë, diçka që nuk e kishte bërë në vite. Ajo që pluhuri nga çdo sipërfaqe. Ai ndrejt xhamat e dritaneve. Ai zëvendësoi llambat që nuk punonin. Ai bëri një punë të vogël, sepse ai dinte se diçka e madhe nuk mund ta përmbushte. E kaluara nuk mund të shërohet. Në mbrëmjen e tretë, Ariani telefonoi. Ai ditur për Isadorën. Ai ditur se ajo po vinte. Shaban nuk e pyeti si. Ariani duhet të ketë folur me të. Duhet të ketë pranuar rolin e tij si shërbëtor i këtij ri bashkimi. Unë jam i lumtur, tha Ariani. Unë jam shumë i lumtur, Shaban, për ty, për të dy ju. Dhe Shaban më të fshete zëri këqij u përgjigj. Unë nuk jam i sigurt çfarë të ndjej. Unë jam i frikuar. Unë jam i gëzuar. Unë jam e ashpër me veten sepse nuk pash guximin të shikoja më vonë. Nuk mund t'i qajmë për atë, tha Ariani. Nuk mund ta fajsohemi veten për atë që na bëri jeta. Ne vetëm duhet të këpusim çka mbeti prej saj. Në mbrëmjen e 5, Shaban u shtri përpara kërgut të shtëpisë. Drita e dimrit po zbehet përfundimisht. Mesi Ojevit nuk e kish më guximin të shitej më ngro. Qyteti po ftohej. Ai e pa makinën para derës, makinë huaj, me numra të huaj, makinë e Isadorës. Dera e makinës u hap ngadalë, dhe ajo erdhi. Ajo ishte më e vjetër se sa e kujton, jo më shumë, as më pak, thjesht ndryshe. Ajo ishte shumë e gjatë në trupin e saj të rrem. Ajo ecët me brida të butë, ndikuar nga aksidenti, as pse mund të heq asnjë përvojë të tillë. Ajo kishte flokë të argjend për zjera me të zeza. Ajo kishte sytë e njëjtë, ato sytë blu të keqinj. Dhe kur ajo e shikoi atë, kur ajo e pa Shaban, atë njeriu të plak në oborrin e shtëpisë, atë njeriu të trembi, atë njeriu që ishte babai i saj, ajo filloi të qante. Shaban nuk u lëviz. Ai tha qëndruar. Nuk pash si të kalonte distancën. Distanca ishte madhe, 20 vjet, një aksident, një gjon të plot të përbashkët. Por Isadora e kaloi atë. Ajo rrëzua përpara tij. Ajo prekte këmbët e tij. Ajo tha: "Unë jam këtu, bab. Unë jam këtu." Më përgjigj. Dhe Shaban për herë të parë në 20 vjet u zbraza plotësisht. Ai ngriti vajzën e tij.
Ai e përqafoi atë. Dhe të dy qanë, nuk për trishtim më për riçeljen e dashurie, për riçeljen e 60 vitesh të ndarjeve, për riçeljen e asaj dite kur ajo u lindur. Izadora qëndroi për 2 javë. 2 javë të plota ku ata nuk ndaheshin shumë. Ata e rikonstruktuan jetën. Jo atë që kishin pasur, por atë që mund të kuqnin tani. Izadora u soll fotografitë, qindra fotografi të këtyre 20 viteve. Ajo me familjen e saj, ajo me nxënësit e saj, ajo në skenë, jo si këngëtare, por si drejtuese e beçelit të orkestrës së vogël për fëmijë. Ajo nuk këndonte më, por ajo e dirigjonte këngën e të tjerëve me duart e saj të plagosura. Shabane pa atë, pa gjithçka, pa këto 20 vjet që nuk e dinte. Drita e pasionit të Izadorës qëndroi, jo si më parë, në këngën e therrë, por në mënyrën që ajo e tregonte të tjerë se si të ecte përpara, se si të jetonte me plag. Në ditën e fundit, përpara se Izadora të ikej, ata ulen në skenën e teatrit, teatrin ku ajo kishte kënduar kur ishte re. Ajo e mori me të në recepcion, e mori përmes korridorit të ndritshëm, e mori në skenë. Këtu, tha Izadora, duke e treguar vendin. Këtu përpara ishte diçka e madhe, diçka e bukur. Këtu isha unë. Dhe këtu një ti. Shaban u ulu. Ai shikoi salën e zbrazët. Ai imagjinoi këngën e hidhur, të plakur, të bukur, të plagosur, që zëri për qafesit mbinte në këtë hapësirë të vogël, të madhe të jetës. Më vjen keq, tha ai. Nuk ka më, tha Izadora. Nuk ka më për atë. Ka vetëm për atë që bëjmë tani. Para se të nisej për aeroport, Izadora i dha Shabanit dikush, një kaset DVD. Në të ishte filmi i Izadorës që drejtonte orkestrën e fëmijëve. Filmi i asaj duke ecur përpara të gjithëve, me duart e plagosura të ngritura në ajër, të drejtojnë muzikën e brezave të reja. Shabani shikoi këtë film në mbrëmje. Ai e shikoi për 2 orë, 3 herë. Çdo herë ai qante. Çdo herë ai dhënja falënderimin, jo për pastin, por për të ardhmen, për ardhmen që ata mund të kenë, edhe nëse e kaluara ishte hundur përfundimisht. Sepse Izadora kishte të drejtë, ka vetëm ato që bëjmë tani, ka vetëm këto këputje të vogla të dashurie, që mund të bashkohemi përpara se të mbetemi të vetme përsëri. Vite më vonë, Shaban e prezantoi Izadorën me qytetin e tij, jo si zbrastir të kujtimeve, por si vend jetese. Ata ecën përmes rrugëve të qytetit. Ata vizituan shkollën ku ajo kishte kënduar. Ata erdhën në teatr. Izadora mbante një dhuratë të vogël për bashkëshorten e saj të ri të Shabanit. Ai kishte ribashkuar me një grua që kishte qenë shoqe në shkollë. Grua që i priste paqen. Ajo mbante dhuratë edhe për fëmijët e Izadorës, gjysmë vëllezër dhe gjysmë motra të reja, që tani dinin se babai i tyre kishte një atë në qytet. Në ditën e fundit të vizitës, përpara se Izadora të ikej përsëri, Shabani dha atij një libër. Ishte libër me faqe të zbrasta. Në paqet se libër shkroi: në çdo faqe të arses, unë do të shënoj këtë. Unë e kam të birin, unë e kam të dashurin, unë e kam të marrur, dhe unë jam mirënjohës për çdo sekondë të cilën nuk e humbjet. Bab. Izadora prekti librin me trembje. Ajo e hapi atë. Ajo lexoi fjalët e babait. Dhe ajo e hapi mulin e saj dhe tha: dhe unë do të shtoj në çdo faqe të mia. Unë nuk jam më e plagosur, unë jam e shëruar, unë jam e lumtur. Dhe unë kam bab. Bie. Ata qanë, jo për të kaluarën më, por për të ardhmen, për përfundimin e dhimbjes, për fillimat e rinj, për ditëlindjet e ardhshme, që do të përkujtohen jo si shënimi i humbjes, por si shënimi i rilindjes. Dhe për në përfundim Shaban e kupthoi: dashurinë është e vetmja aftësi në të cilën nuk mund të zbehet. E plotësimi e paplotësuar shfaqet për herë. Edhe pas 20 vitesh, edhe pas aksidentit, edhe pas miliona minutash të vetmisë, dashurinë zgjat, dashurinë përjeton. Dhe ndonjëherë, në natë të çuditshme, në pako të panjohura, në telefon midis 2 botësh, dashurinë kthehet.